Janë peshqit që do të rekomandonin më shpesh jetë verës? Tani, vëndi ynë është i rrethuar dhe pothuajse është një parajse vërtet dhe është një bekati e madhe që të rrethohet nga veriu deri në jug me pjesën e detit, pra si pasojë e pozitës ose vendodhjes gjeografike. Është pjesa e sardeles. Sardelet, aguçet, sardelet më shumti janë peshqit më të mirë përsa i përket omegave 3. Sardelet, skumbria, aguçet, sikurse dhe toni, por dhe troftat, më së shumti unë do të këshilloja këto dy peshqet. Sardelet dhe skumbrin. Sardelet ne i njohim të gjithë, që sardelet janë super ushqim që mund të bëhen dhe me perime ose zarzavate. Që ato ka nivele më të larta të disa formave të omegave 3, cilat quhen EPA dhe DHA. Acid eikosipantonetik dhe acid dokosaheksanoik, që këto janë të vlefshme për të mbrojtur membrana qelizore, marrin pjesë dhe në prodhimin e disa molekulave të rëndësishme, fosfatidilserinës, madje janë të vlefshme dhe për sistemi kardiovaskular ose për qelizat e miokardit në zemër. Prandaj, sardelet pothuajse një herë në javë, sikurse dhe skumbria, janë të vlefshme që mund të kombinohen me perime të ndryshme, me zarzavate të ndryshme. Çfarë përmbajnë, Luciano, sardelia dhe skumbria, të cilët konsiderohen si thesare ushqimore? Pra, çfarë përmbajnë ato përveç omega 3 dhe pse janë kaq të vlefshme për shëndetin? Unë i kam quajtur pra peshqit tani në stinën e verës, se nuk e këshilloj shumë suplementimin omegave 3, tani në stinën e verës, kur ne kemi një pozitë gjeografike nga veriu deri në jug, plot me det. Dhe pothuajse, këto kam brenda jod, kam brenda selenk. Seleni dhe jodi është shumë i vlefshëm për gjëndra tiroide dhe për sistemin endokrin tek vajzat, sikurse dhe për vezoret polikistike, për vezoret me kiste, deri tek rregullimi i ciklit menstrual tek vajzat. Sikurse e përmenda, kanë jodin, kanë selenin, kanë pjesën e vitaminës B12 që është e rëndësishme për eritropoetinën, një hormon që ndihmon fazat e eritropoezës, që përsëri prodhohet nga veshkat, sikurse ndihmoni dhe zemrën, pra sistemi kardiovaskular, ulin dhe inflamacionin. Pra quhen thesar ushqimor sepse kanë brenda jod, kanë brenda selen, kanë brenda nivele të ulura të vitaminës D, që vitamina D është shumë e vlefshme, kanë pjesën e B12-s, kanë dhe këto omega 3, që janë acide yndyrore, të cilat quhen të pangopura, që mbrojnë direkt sistemi nervor dhe që ulin inflamacionin. Madje omega 3 konvertojnë në disa lëndë të cilat quhen rezolinat, ose më saktë rezolvinat, cilat janë lëndë që i përdoren dhe nga trupi ose nga qelizat e bardha. Rezolvinat, protektinat, që përsëri protektinat dhe rezolvinat janë të rëndësishme sepse ulin inflamacionin. Dhe ato formohen nga EPA dhe DHA, pra rezolvinat dhe protektinat. Luciano, cilat persona duhet të tregojnë më shumë kujdes përpara se ta përdorin? Pra, kur është i nevojshëm suplementi me omega 3? Pyetje shumë e drejtë kjo. Suplementimi me omega 3 nuk duhet të merret sipas mendjes së një personi, pra e dëgjon në internet që omega 3 bën mirë për këtë, për atë, për këtë, për zemrën, për qarkullimin e gjakut, për mëlçin. Në fakt nuk është ashtu. Një person që përdor antikoagulant, që ka qarkullime me koagulacionin e gjakut, pra me piksin e gjakut, ose të proceseve koagulative të gjakut, pa këshillin e mjekut kardiolog, omega 3 si suplement nuk mund të marri. Mund konsumoj një herë në javë peshk, po, që mund ta përzij me perime ndryshme dhe me zarzavate, me kungull, me patate, me speca, me produkte ndryshme, me majdanoz, patjetër që mund ta marri. Por, çdo ditë, suplementim të omegave 3 nëse merr antikoagulativ ose antikoagulant, nuk mund ta marri sepse mund të ketë edhe efekt ansor. Pa pyetur mjekun kardiolog, nëse ka bërë një bypass, nëse ka bërë një tromboz, nëse ka bërë një tromboemboli, nëse ka një problem me procesin e mpiksjes së gjakut, çdo ditë suplementim me omega 3 pa këshillën e personelit mjekësor nuk është se sugjerohet. A kanë të njëjtën vlerë burimet bimore të omega 3, Luciano, pra si fara e lirit, çija dhe arret krahasuar me omega 3 që gjendet tek peshku? Forma bimore e omegave 3 tek arrat, tek avokadua, tek farat e linit, tek farat e qias, është një lëndë e cila quhet alfa-linolenik.
alfa-linoleniku duhet konvertohet në EPA dhe DHA, pra në acid eikosipantonetik dhe në acid dokosaheksanoik. Patjetër që ka vlera, sepse forma bimore omegave 3 është edhe tek shumë produkte ushqimore, pra janë tek thjerëzat, tek fasulet, farat e linit, bajamet, patatja ëmbël, farat e kungullit, fasulet e bardha, thjerëzat, qishërat, por këto kanë formën bimore të omegave 3. Patjetër janë të vlefshme dhe duhen konsumuar tani në stinën e verës. Sikurse është i rëndësishëm hidratimi, ashtu dhe omega 3 për trurin, për membranat neuronale. Por pjesa omegës 3 që qëndron te peshku është shumë herë më e mirë dhe patjetër shumë herë më e shëndetshme, sepse ka vlera shumë herë më të larta, sepse është në formë më të lartë dhe që trupi e përthith më mirë dhe që trupi e përdor më mirë për të ndërtuar ose për të forcuar membranat bilipidike, membranat neuronale, membranat qelizore. Prandaj, sardelet, açuget janë shumë të vlefshme, skumbria, toni, troftat janë shumë të vlefshme dhe forma që këto produkte ushqimore, që janë farat e linit, avokadoa, arrat, lajthit kanë formën bimore të omegave 3 e cila quhet alfa-linolenik. Organizmi atë e konverton në EPA dhe DHA. Mirë, Luciana, mbyllim me një këshill praktike për familjet shqiptare për muajt e verës. Pra si mund ta përfshin peshkun në tryezën e tyre në mënyrë të thjeshtë, por sigurisht edhe të shëndetshme? Mund të kombinohet me perimet ndryshme, me zarzavate të ndryshme, nëse pothuajse përdoret një herë në javë, domethënë nëse konsumimi peshkut mund të futet një herë në javë. Fjala vjen supozojmë se ne çdo ditë konsumojmë karbohidrate. Pra, sot ne preferojmë që të marrim një suplement, kur ndërkohë që përdorimi i peshkut është më i lehtë për sa i përket marrjes omegave 3. Do thonë ju gatimi apo pjesa e kozjatjes sepse gatuhet ose vjen ajo aroma,